بسم الله الرحمن الرحيم. دولة رئيس الوزراء عمدة تيرانا، فضيلة رئيس المشيخة الإسلامية، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës, i respektuar Mufti i Republikës së Kosovës, i nderuar kryetari i Komunës së Prishtinës, ju përshëndes të gjithëve me Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يسعدني ويشرفني أن أكون معكم اليوم نيابة عن سعادة السفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا الأستاذ فيصل بن غازي حفظي بمناسبة افتتاح معرض جسور. Ndihem shumë i lumtur dhe i nderuar që sot jam me ju bashkë këtu, si zavendësues dhe të përçoj mesazhin e të nderuarit ambasadorit të Khadimul Haramein, shërtorit të dy haremeve, mbretit Melik Abdulaziz, që është në Republikën e Shqipërisë, pra profesor Faisal ibn Ghazi Hafidhi, me rastin e hapjes këtij eventi ose kësaj ekspozite që quhet El Gjusur ose Urat, të cilën e organizon Ministria e Punëve të Çështjeve Fetare Islame në bashkëpunim me Bashkinë Islame të Republikës së Kosovës. المعرض الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. إن معرض جسور يعد منصة ثقافية عالمية تهدف إلى تعزيز التواصل الحضاري بين المملكة العربية السعودية والعالم عبر إبراز الرسالة الإسلامية السمحة. Me të vërtet, ekspozita Urat llogaritet njëna prej shenjave kulturore, botërore, ndërkombëtare që ka për synim që të përforcojë rrugët e komunikimit ndër civilizues mes të Arabisë Saudite dhe botës gjerë, nëpërmes shfaqjes së mesazhit islam që është toleranca dhe përhapjes së vlerave të mesatarës dhe të drejtësisë edhe të ikjes nga ekstremiteti, si gjithashtu edhe për të njohur që të gjithë me kontributin madhështor që ofron Mbretëria e Arabisë Saudite për Islamin dhe muslimanët dhe për kujdesin që ajo bën për dy haremet e shenjta. ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتعريف بالجهود الكبرى التي تبذلها المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية بالحرمين الشريفين والمصحف الشريف. إننا في المملكة نؤمن بأن الحوار الثقافي والتواصل الحضاري هما السبيل الأمثل لتعزيز السلام والتفاهم بين الشعوب. Ne në Mbretërinë e Arabisë Saudite besojmë fuqishëm se debati ose dialogu kulturor dhe shkëmbimi ndër civilizues është rruga e vetme dhe ideale për përforcimin e paqes dhe të mirëkuptimit mes të popujve. ويجسد هذا المعرض تلك الرؤية عبر ما يقدمه من محتوى معرفي وثقافي غني يستخدم أحدث الوسائل التقنية ليقرب بين الثقافات ويرسخ مبادئ الاحترام المتبادل والتعايش الإنساني. Ky event ose kjo ekspozit ndërkohë e trupëzon dhe bën këtë lloj vizioni nga tërë ato që i paraqet nga përbërja pra ose nga përmbajtja kulturore ose domethënë edhe artistike të pasur që përdoret me metodologjit ma të sofistikuara teknologjike në mënyrë që të ofrohet një lloj vizioni parafrues mes të kulturave, duke thelluar gjithashtu kështu edhe bazën ose principin e mirënjohjes edhe të respektit të ndërsjellë dhe të bashkëjetesës njerëzore ose humane. لا يسعني إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والتقدير إلى وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وكافة الجهات المنظمة والمشيخة الإسلامية في كوسوفو ولكل من ساهم في إقامة هذا المعرض المميز، متمنيا لهم الدوام النجاح ومتمنيا مزيد من علاقات الصداقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوسوفو والتطور والازدهار في العلاقات الثنائية بين البلدين. Me këtë rast ndjej kënaqësinë që unë t'ju drejtohem me falënderim të thellë dhe një respekt të veçantë për së pari për Ministrinë e Çështjeve Fetare Islame dhe pastaj për të gjithë ata aktorë që kanë marrë pjesë në organizimin e këtij eventi kulturor, pra kësaj ekspozite kulturore dhe secili që ka bërë pjesëmarrje në organizimin e saj, duke shpresuar që
të ketë një sukses të shënuar dhe duke shpresuar në përforcimin e lidhjeve tona të miqësisë mes të Mbretërisë Arabisë Saudite dhe Republikës së Kosovës, duke e lutur Zotin dhe shpresuar që të kemi edhe më tutje, lulëzim dhe avancim të këtyre raportave. Falenderit shumë për dëgjimin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.